Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku i është komunikuar sot nga hetuesit e BKH-s akuza për shkelje të barazisë në tendera. Balluku u paraqit në SPAK e shoqëruar nga avokati i saj dhe nuk dha deklarime, duke rezervuar të drejtën të pyetet në një moment tjetër. Gjykata e posaçme liroi nga burgu Ilir Beqajin e kaloi në arrest shtëpie. Beqaj u arrestua më 4 korrik 2024 për abuzim me fonde të Bashkimit Evropian në kohën kur drejtonte agjencinë SASPAK. Kërkesa e tij për heqjen e arrestit me burg bazohej në pretendimin për tejkalim të afateve të paraburgimit. Ndërkohë dje gjykata ndryshoi masën e sigurisë për të dyshuarin tjetër Ermal Kurtulaj, gjithashtu pjesë e dosjes SASPAK. Top Albania Radio. 15 bashki të vogla në të gjithë vendin dje dhe sot janë në protesta pasi mësuan se me ndarjen e re territoriale do t'i bashkohen bashkive më të mëdha në qark. Në mëngjes ishin banorët e Klosit që protestuan kundër propozimit të Partisë Socialiste për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimin me Matin. Tubimit ju bashkuan edhe punonjësit e administratës vendore, ndërsa qytetarët argumentojnë se rruga e Arbërit i ka dhënë zonës mundësi për zhvillimin ekonomik të pavarur. Kam frikë se me mbyllje bashkisë do të bijë dhe solucione të tjera si arsimi, do shpopullohet vendi, s'do ketë më fëmijë këtej, do jetë më keq. Ma mirë da që me Tiranën, sepse nësë dëmoj pjesë fare në votimet, kjo që këta nga bashkejnë me Borrelli. Nuk kemi asë livërdi me Borrellin, Jezus e ka batë mira bashkije e Klosit. U bërë rruga Arbërit, tani na çkem prap ka Shopeti. Shpungimi na ka Shopeti, me 3000 lekë vjetra, u shken Tiranë, jo çkem Borrell, paguaj taksat. Majoranca dhe opozita dhanë sqarime mbi projektet respektive për reformën territoriale, socialisti Arbian Mazniku. Ky është thelbi. Qëllimi i Partisë Socialiste në mënyrë sistematike ka qenë një. Ata në gjithë qytetarët e Shqipërisë kanë nevojë të marrin shërbim në mënyrë horizontale, funksionale dhe ne duhet t'i japim bashkisë mekanizmin se si ato ta bëjnë këtë punë. Çdo alternativë tjetër do kërkonte gjithmonë një gjë, më pak funksione, se nuk i bëjnë, po që e vogël nuk e bën dot funksione. Ndërkohë që ky mekanizëm është më e mira e të dy botëve. Rasti i vetëm në cilin kemi vendosur të propozojmë një ndryshim territorial është rasti i Rinasit për një arsye e cila është kombëtare. Elementi i parë ka të bëjë me faktin që Rinasi është një aset kombëtar, së dyti ka të bëjë me faktin që Tirana është nga pikërishtimi ekonomik përfituesja më e madhe e ekonomisë që Rinasi gjeneron. Edhe Partia Demokratike sqaroi projektin e saj për krijimin e 100 bashkive të reja, duke kundërshtuar atë socialist me 46 si dhe me nocionin e ri të përfaqësimit të qyteteve në këshillat bashkiak. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se lirimi i ish-ministrit Ilir Beqaj dëshmon sipas tij kontrollin e Edi Ramës mbi drejtësinë. Ai komentoi edhe largimin e Jola Hysajt nga Partia Demokratike duke e cilësuar pjesë të përpjekjeve të qeverisë për të dobësuar opozitën. Berisha tha: Lirimi i Ilir Beqës është dëshmi e fundit flagrante e kontrollit të plot të sistemit të drejtësisë nga Edi Rama. Vetë akuza kundër tij ishte qesharake në raport me plaçkitin e 100 milion euro. Natyrisht, Ilir Beqa do dilte, sepse vjedhjet e mëdha i bëri me Edi Ramën. Ilir Beqa do dilte, se jo ma pak përgjegjëse ishte korba e Covidit. Biles t'i kërkojnë të falur Beqës se e mbajtën shumë. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. 40 mjete taktike të prodhuara në Shqipëri u dorëzuan forcave të armatosura. Kryeministri Edi Rama e cilësoi ditë historike për rilindjen e industrisë ushtarake, ndërkaq shpreu synimin për të prodhuar edhe për vendet aleate përmes sipërmarrjes shqiptare. Flitet shumë këto kohë për tradhtira e përshitje të dheut e për lloj idiotësish që mund t'i marrin me mend dhe t'i artikulojnë ata cilët do ta kishin tradhtuar, do ta kishin shitur dhe do kishin bërë të gjitha ato për cilat akuzojnë, por ja kjo është tradhtia jonë. Kjo është Shqipëria tjetër, që ne kemi ndërtuar gjëra të prodhuara këtu, të cilat do t'ja japim edhe ushtrisë më të madhe të botës, ushtrisë amerikane. Prodhime made in Albania.
Flotë e re po ju shtohet edhe zjarfikësve e urgjencës. 14 zjarfikse të reja po prodhohen sot. 14 zjarfikse ne nuk I kemi bërë dot bashk në 14 vjet në të njëjtën kohë. Atëherë kur e morëm Shqipërinë pa zjarfikse, do t'i kemi të gjitha zjarfikset që I duhen Republikës Shqipërisë sipas standardeve të një vendit NATO-s dhe të një vendit Bashkimit Evropian, po ashtu me autoambulancat, do të kemi mirëmbajtjen këtu në vend. Regjistrimi I fëmijëve në klasën e parë dhe të 10 përmes e-Albania Safati për aplikim përfundon sot. Regjistrimet online mbyllen këtë të premte. Sistemi U ofron prindërve mundësinë të zgjedhin një nga shkollat sipas vendbanimit të tyre. Lajme nga rajoni. Një gjykim në mungesë nisi në gjykatën e Prishtinës kundër 21 të akuzuarve për masakrën në Reçak, ngjarje që ndihmoi në nxitjen e ndërhyrjes ndërkombëtare për t'i dhënë fund luftës së viteve 1998-1999 në Kosovë. Prokurorët I akuzojnë se gjatë një operacioni të forcave policore serbe vranë 42 civil në Reçak të Shtimes. Prokuroria kërkoi që gjykimi të zhvillohet në mungesë, duke thënë se janë të paarritshëm për organet e drejtësisë së Kosovës. Gjykimi duhej të niste më 20 korrik, por gjykata themelore në Prishtinë shtyu për këtë të premte në mungesë të kushteve ligjore. Një I mbijetuar tha se edhe nëse vërtetohet fajësia të akuzuarve e dënohen, drejtësia do të mungojë. Lajme nga bota. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se bisedimet e zhvilluara dje në Kairo të Egjiptit mes ndërmjetësve dhe udhëheqësve të Hamasit shuan në arritjen e marrëveshjes për çarmatimin e grupit militant me faza në Gazë. Por një përfaqësues I Hamasit e përshkroi marrëveshjen si draft, ndërsa zyrtar amerikan thanë se Izraeli nuk është I bindur se grupi militant palestinez do t'i dorëzojë armët. Hamasi është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Në Spanjë sot Theuta u zgjua me qindra emigrantë të rinj që po flinin në parqe dhe pranë hyrjeve të parkingjeve publike pasi qyteti ka tejkaluar kapacitetet për pritjen e personave që hyn nga Maroku. Ndërkohë kalimet e emigrantëve në kufi vazhdojnë. Kryeministri Pedro Sanchez pritet të vizitojë Theutën. Sport. Edhe pse UEFA dhe CONCACAF kanë kërcënuar me bojkot të botërorit 2030 nëse FIFA vazhdon me projektin e saj FIFA Forward Enterprise, sot erdhi kundërpërgjigje. Ekzekutivi I futbollit botëror bëri me dije se do të vazhdoj procesin demokratik të konsultimit e nënvizoi se askush nuk po shet futbollin. Një humbje e rënd tronditi botën e futbollit. Franco Baresi, një nga mbrojtësit më të mëdhenj dhe më ikonik në historinë e Milanit dhe sportit italian, ndroi jetë në moshën 66 vjeç. Baresi ishte kampioni shumëfishti I Evropës dhe Kupës së Botës me rosonerët e azzurrët. Parashikimi I motit. Sot vendi ynë do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, moti parashikohet kryesisht I kthjellët dhe me vranësira të pakta kalimtare. Era fryn në drejtim nga kuadrati veriut me shpejtësi mesatare 5 metër për sekond. Kjo ishte një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ I radhës është në orën 17. Unë jam Armelda Methasani. Unë jam Edi Hallaçi. Kjo është Top Albania Radio.